Një skuadër vërtet shumë e mirë, një skuadër agresive, një skuadër duke pasur edhe një lojtar si Bala në fazën e sulmit, i cili është në gjitha drejtime, si në lojën në ajër, si në goditje, por një skuadër me dëshirë, një skuadër ku me një kallak në mes fushë i cili shpërndan dhe organizon mjaft mirë lojën, me një mbrojtje solide, me një dëshirë të këta lojtarë për të arritur të fitoria, dhe sot ishte dita më e bukur që ata e kanë treguar kur në minutat e fundit arrin të realizojnë dhe bëjnë presingun lartë në atë terren që ishte i rënduar. Kjo tregon që nëse Vllaznia do vazhdojë me këtë ego, është kampione. Vrapi, fiton Vllaznia kampionatin? Mendoj, fitimi i kampionatit vjen nga stoli i Vllaznisë. Duke qenë që është grupi shëndetshëm, gjithë lojtarët që zëvendësohen nuk ka asnjë lloj diferencë. Është pretendente kryesore, por do të rivalizohet nga shpejt. Pa diskutim, se do për gjysmojë pikët, mos shikoni kështu, se do. Derisa pretendon Partizani, se do të themi për Vllaznin tash. Po me gjithë kanë drejt pretendojnë, mos i pa pikët edhe. Shiko, edhe sot, unë e pash neshin tash në fund. Mua më erdhi keq, se Elbasani e meriton të barazimin. E meriton të barazimin, a i goli u shnuar minutën 95 e tjetër gjithë. Ishte më dëshirë... Edhe 10 minutë në 10 që në Inter. 3-4-5 raste, do më thënë me kallakun... Si do që tjetë ishte ndeshje e rivalizuar.